Dua të shkoj tek Erisa, jashtë parlamentit për shkuar në reklamën dhe për të kthyer sërish në studio. Erisa, çfarë po ndodh në ato momente, në këto momente jashtë parlamentit? Miratimi i projekt ligjit për barazinë gjinore nuk është pritur as pak mirë nga protestuesit të cilët ndodhen pikërisht këtu përpara parlamentit. Ata janë drejtuar deputetëve me thirrjet turp dhe tradhëtar. Situata duket e nxehtë, megjithëse janë të paktë në numër ata mbeten stoik. Ne do të përpiqemi të kemi dhe një komunikim me ta për të kuptuar më shumë se çfarë do të bëjnë ata pasi në parim projekt ligji u miratua me 77 vota pro. Nëse kemi dikoj që mund të flasi, patjetër duhet të më dëgjojmë. Po, Pranvera. Me mbroma zotri, jemi nga emisioni Kovadi si Pranvera Borakaj. Çfarë hapësh do të më ndërmerrni ju tani që projekt ligji u miratua në parim në parlament? Pranvera, me mbroma. Me mbroma. Kalimi i këtij projekt ligji në parim është një turp më vete. Të paktën për parlamentarët që kanë votu. Absolutisht, ne nuk kishim shumë pritshmëri të mëdha, duke ditë mënyrën se si po shkojnë gjërat edhe nga ana politike në Shqipëri. Ka rënë prej e ca agjendave të disa njerëzve që kanë shkaktuar probleme jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën. Me që na tani, absolutisht, kjo është një luftë për jetë për vdekje, okay? Çfarë do të bëni? Kjo nuk është se do bëjmë luftë me parlamentarët, nuk janë këto mjetet tona, po, Kushtetuta e Shqipërisë është shkelur, Kushtetuta e Shqipërisë parashikon referendum. Edhe ne po mendojmë të do thrasim një referendum. Edhe referendumi nuk do ketë vetëm një pikë, okay? Pika kryesore është abrogimi, anulimi i këtij ligji. Pika e dytë do jetë shpërndarja e këtij parlamenti të kundraligjshëm, antikushtetues. Do ta nënvizoj këtë. Nëse një parlament merr vendime siç mori edhe kryeministri ose presidenti para pak ditësh, edhe gjykata kushtetuese e hodhi poshtë. Ne kena ndërmend të marrim çdo hap demokratik edhe të mundshëm që të arrijmë qëllimit që vazhdoj shoqëria shqiptare, familja shqiptare të mbesi tradicionale. Nuk vërtet mund të jetë një betejë që duket e humbur, po lufta nuk përfundon këtu, edhe ju dëgjot një shprehje mase ose se kishit mendje, po me shumë mundësi mund ta keni dëgjuar edhe kolegët tuaj, nëse ka qenë hap celuloidi, atëherë keni dëgjuar. Betejë e takon Zotit. Zoti është kundër martesave jo tradicionale. Perëndia është kundër martesave që nuk janë burrë dhe grua. Kështu që nuk ka më të madh se ai. Erisa, falenderoj shumë zotrin. Tash me kohë të ngrihen kundër ti, por nuk do arrin. Nuk. Okej, falenderoj. E di që keni kohën e limituar. E kemi kohën e limituar, të falenderoj shumë, po sigurisht është një temë që do vazhdoj të diskutohet edhe në ditët në vijim.